Presidenti Amerikan lavdroi njeriun I cili ndaloi masakrën në Australi, por nuk përmendi emër. Very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. Këtë akt heroik u mundua ta përvetësonte edhe Benjamin Netanyahu. ראיתי בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק, ומציל מי יודע כמה נפשות. Megjithatë, njëri nga sulmuesit ndaj komunitetit hebrej në plazhin Bondi në Australi e çarmatosi një musliman me emrin Ahmed Al-Ahmed. Identiteti dhe prejardhja e tij u injorua edhe nga mediat botërore, si Guardian, New York Times dhe Washington Post, të cilët edhe pas zbulimit të identitetit vazhduan ta përshkruanin si një kalimtar të rastësishëm. Ky 43 vjeçar me origjinë siriane nga Idlibi është pronar I një dyqani frutash në Sutherland të Australisë. Ai u plagos nga 2 plumba, ndërsa të afërmit e Ahmedit, të cilët e quajtën hero, thanë se ai është në gjendje stabile pas operacionit të parë. We hope he will be fine. He's a hero. 100% he's a hero. No, he's done the first surgery. I think he's got 2 or 3 surgery that depend on the doctor what he says. He took like a lot of medication and he can't speak nothing, that's all. Nëna e Ahmedit tha se ai ka qenë gjithmonë I guximshëm dhe se I ka pëlqyer të ndihmojë njerëzit. Për veprimet e tij, Ahmed ka marrë mbështetje dhe lëvdata nga e gjithë bota. Dhe për ndihmën në rikuperim për të janë dhuruar tashmë më shumë se $1.1 milion. 2 sulmuesit, një baba 50 vjeçar dhe djali I tij 24 vjeçar, Said dhe Navet Akram, vran 15 persona gjatë festimit të festës hebraike Hanuka në njëri nga plazhet më të njohura të Sydneyt. Njëri nga sulmuesit u vran në vendngjarje, ndërsa në këtë masakër u plagosën 40 persona.